Që ju them të drejtën, kompjuterin e kam njohur pak e heq. Bile kam pas një farë lloj drëve, një farë lloj frikën nga kompjuteri se s'kam ditë me punu. Njohja e punës me kompjuter sot është shumë e rëndësishme, për shkak se çdo vend i punës në cilin kandidat aplikojnë, kërkohet njohuri bazike në kompjuter. Një ndër standardet që kërkohet sot është ECDL, European Computer Driving License. My name is Jean-Luc Camilleri. I'm just representing Kosovo Luxembourg-Kosovo project called Strengthening the Vocational Training in Kosovo. In fact, we are focused on professional training for job seekers. Angazhimi jonë në këtë rast ka qenë njoftimi i punëkërkuesve me trajnimin i cili do të bëhet nga Lux Development Project, trajnimi për ECDL. We want to give a chance to the job seekers to have access to the market. And we thought that giving them some training will make them more eligible, will facilitate their way of getting job, enter the market. There are already 7 professional schools with Don Bosco, which is associated with us, which is by the Ministry of Labour. And this vocational school, they are delivering training to support the job seekers. Ne angazhimin tonë kemi parapo duke I publikuar këto shpallje në institucionet arsimit lartë publik edhe privat. Kriter për aplikim ka qenë çdo person I cili është I evidentuar si I papunë në zyre të punësimit. Format e aplikimit I kemi thjeshtësuar. Çdo person që ka qenë interesuar për me apliku, me vete është dashur të sjell dokumentacionin që është I paraqitur si punëkërkues. The ministry target is low-skilled people or secondary school level. These are the people basically who are going in vocational training center, you know. So we discovered that this training center, they don't reach the university guys. And there is a lot of university people, graduate people, who are job seekers. So we thought, for these guys, we have to give special training, which is on a higher level. So we decided to give training in accounting, business administration, and computer skill. And we look on the market, and AUK was one of the best providers in this field, marketing, business administration, and ECDL and computing. Misioni primari I Universitetit Amerikan në Kosovë është përkrahja e zhvillimit ekonomik. Dhe ne besojmë që mënyra më e mirë që të përkrahim zhvillimin ekonomik të Kosovës është duke përgatitur resurse humane të cilat janë të gatshme të ballafaqohen me sfidat e këtij shekulli. Në kuadër të qendrës për trajnim dhe zhvillim, ne kemi pa mase të rëndësishme që të përkrahim Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe me ndihmën e qeverisë Luksemburgut kemi aplikuar që të bëjmë trajnimin e 90 personave punëkërkuesve në njohuritë themelore kompjuterike dhe certifikimin e tyre përmes programit ECDL. ECDL-i siguron që kandidati që e posedon certifikatën, I kalon gjitha aprovimet, është I aftë me shfrytëzu kompjuterin. Për punëkërkues, mendoj që është një program shumë I nevojshëm, duke marrë parasysh që shumica e personave që punojnë kanë punë zyrë, e shfrytëzojnë kompjuterin, dhe në ditën e sotme nëse nuk din me shfrytëzu kompjuterin në mënyrën e duhur, edhe punëdhënësi ndoshta nuk I hin punë sa duhet. Derisa tani po flasim, diku rreth 50 punëkërkues janë duke u trajnuar në Prishtinë
20 sosh janë duke u trajnu në rajonin e Gjakovës dhe 20 të tjerë janë duke u trajnu në rajonin e Ferizajit. Nuk gabojnë që se thëmë kur gjo veç me apliku online, kjo është puna numër 1. Online, po kjo është një prej. Është një prej certifikatave të cilat nevojiten edhe janë domosdo për punësim në shumë shtete evropiane, e duke inkluduar edhe disa shtete të rajonit, si për shembull Kroacia. Si certifikat ka një vlerë shumë të rëndësishme në tregun e punës. Andaj ne besojmë se përpos njohurive që ata do t'i marrin, edhe certifikata e tyre ndërkombëtare do të çon një peshë dhe do t'i bën ata më të konkurrueshëm për tregun e punës. Unë jam në kërkim punës, jam i diplomuar tash e 2 vitet. Sa i përket tregut punës, domethënë tash në kohën moderne, dihet që njohuritë të paktën elementare me kompjuterin janë domosdoshme për të hyrë në tregun e punës. Unë mendoj se ky trajnim do të na ndihmojë jashtëzakonisht shumë në gjetjen e vendeve të reja të punës. Dhe mendoj se certifikimi i njohurive në Universitetin Amerikan do të jetë një përparësi jashtëzakonisht e madhe dhe besoj që do të përfitojmë. Teknologjia çdo herë dhe po përdoret, veç po vjen të përdoret edhe më shumë dhe gjithçka veç u digitalizu. Kështu që të marr parasysh edhe unë jam një prej atyre personave që jam kërkim punës. Është shumë i mirëseardhën. Sidomos përparësia më e madhe është pranuar ndërkombëtarisht. Çfarë do punë dhe punën më të thjeshtë në administratë ku duhesh me kry me kompjuter, përmes kompjuterit. Kështu që ndoshta kjo është një arsye shumë e madhe pse secili duhet me pas si diellin. Kjo certifikat që ka më na ndihmu për me gjetë punë. Për shembull programe, për shembull me Word me shkruar tekst, ose me Excel me bë llogaritmi, ose me Access me fut plana, ato janë domosdoshme me ne për një kompani që duhet të punësojë. Universiteti Amerikan përpos investimeve që i bën në sektorin akademik, bën të njëjtat investime edhe në trajnimet profesionale, të cilat ofrohen edhe për punëkërkuesit, edhe për ata që tashmë janë duke punuar. Tash kam fillu bukur shumë të një kompjuterin dhe me padurim pres hynë kompjuter me marrjen e njohurive në këtë trajnim. Mendoj se ka mundësi me u zbatu shumë në për shkolla dhe më varet nga pajisjet që mund t'i kem në shkolla, për ndryshe ka mundësi të realizohen shumë gjëra përmes kompjuterit. Zero të shtypja të dhënave, një po shtypja të dhënave, ne mundëm më shtypja Sot në CV nuk mjafton vetëm e cik që e di me përdor Wordin, di me përdor Excelin. Ki nevoj me mbështet me diçka që njihet, edhe siguron edhe paraqet që në realitet kandidati ka njohuri edhe është testu në ato njohuri. Derisa sektori akademik merr kode për të ndryshuar dhe adaptuar mbi kërkesat e reja të industrisë, trajnimet janë gjithmonë në trend me kërkesat e reja të industrisë. E vërteta është se gjithmonë një kandidat i cili ka trajnime të përfunduara dhe njohuri më shumë do të jetë më i konkurrueshëm në cilën do pozitë në tregun e punës. Andaj, për punëkërkues, nëse dojnë të jenë të suksesshëm, unë ju sugjeroj që ata të ndjekin trajnime që ofrohen edhe prej Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, po edhe prej qendrave të tjera të trajnimit. Kisha apelu të gjithëve që le të vinë dhe ta përfundojnë si diellin, se tash domethënë u bë domosdoshme kompjuteri, kështu që është një mënyrë shumë e mirë, një mundësi shumë e mirë për me mësuar paktën disa gjëra elementare. Për mendimin tim, sidomos në këtë kohë tash, është shumë i domosdoshëm. Për më punësu, domethënë i kisha sugjeruar që ata që kërkojnë punë, kry domosdoshmërisht. Të gjithë duhet ta kryejnë këtë kurs, ta përfundojnë me sukses. Është një kurs elementar që gjon zbatim të gjitha veprimtaritë dhe profesionet që i kanë.
Pa tjetër, janë gjitha që na hynë punë në çdo profesion. Disa kolegë të mi veç e kanë mbaru këtë trajnim, kam prit me padurim që të vi dhe sigurisht do të flas, do të kërkojnë nga tjerë që të vinë sepse mësojnë shumë këto çka ata nuk e besojnë. Sigurisht që s'kam besu se kështu mund mësojnë nga ky trajnim.